Në orët e para të mëngjesit së premtes është tentuar që të vidhet një argjendari në qytetin e Pogradecit në rrugën Kajo Karafili. Pronari i kësaj argjendarie, Lutfi Alia, tregon se është e disata herë që argjendaria e tij sulmohet dhe ende nuk janë gjetur autorët nga policia. Ai thekson që herë të tjera personat që kanë hyrë kanë mundur të marrin sende nga argjendaria, ndërsa këtë të premte, pas rënies së alarmit, ata janë larguar pa marrë asgjë. Sipas kamerave të sigurisë, ai tregon se janë 3 persona të maskuar, të cilët e kanë hapur dyqanin me kriko makine. Herë të tjera që dyqani është grabitur, Lutfiu tregon se ka pasur dëme të mëdha mbi 15.000 euro. Ai shpreson që kësaj here policia e Pogradecit të bëjë të mundur identifikimin e autorëve, pasi ky është një rast i përsëritur. Në orën 3:30 është hapur dyqani me kriko makine. Është hapur, ka rënë sistemi alarmit edhe kanë ikur ata, nuk kanë trazuar absolutisht asnjë gjë. Dyqani im është vjedhur mbi 3 herë, gjatë kohës që unë e kam hapur si biznes. Edhe 2 herët e para nuk janë kapur fare. 2 herë, 3 herë mund të jetë vjedhur. Të shikojmë këra. Kam besim në media. Në policia? Nuk e di. Mi kemi frikë për biznesin. Nuk shesim dot, nuk qëndrojmë dot, se urdhron. Dyqani im është vjedhur para 15 vjetësh atëre. 2 herë, 3 herë. Tash përsëri.